Në 70. Për ta. me kundër sa? Me mos gabosha 152 dhe 5 abstenime. Zotri Abdi Xhiku është kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës. S'ka rëndësi pajtohem unë apo jo. Rezultati është që Zotri Abdi Xhiku vazhdon me met kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Përfundoi votimi, Zotri Abdi Xhiku vazhdon me met, shpresojmë se tash do të folet për rrugën para. Sa vota ka marrë zoti Abdi Xhiku? 170. Për ta. me kundër sa? Me mos gabosha 152 dhe 5 abstenime. Do thotë është vendosur gjithçka që zoti Abdi Xhiku vazhdon kryetari i LDK-s. Vazhdon me qenë kryetari i LDK-s. Për juve çfarë do thotë kjo? Që demokracia ka fitu. Për juve si zoti Abdi Xhiku kryetari i LDK-s çfarë do thotë? Unë i respektoj vendimet të shumicës. Natyrisht dhe për mua zotri Abdi Xhiku është kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës. S'ka rëndësi pajtohem unë apo jo, ka fol shumica me një proces shumë demokratik, me një proces shumë të rregullt. LDK-s për votën, do thotë ai keni nënshtruar ju presionet e tij. Sot vota ka qenë demokratike, çka ka ndodhur lobim nuk e di, vota ka qenë procesi ka qenë shumë demokratik. Ka pasur abstenime? 5 abstenime. Kush janë ata? Se dim se o vota është e mshef. Faleminderit.